Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht dhe uroj që kjo ditë të jetë plot me realizime të bukura për ju. Të ftuarit e mi janë dy artistë pamor, dy artistë të rinj, dy bashkëshort. Dhe natyrisht kur ke një qasje me artin dhe je shok jete, besoj se zëri bëhet më i fuqishëm, më mbështetës, më i bukur, më bashkëpunues. Të ftuarit e mi quhen Eduard Veroshi dhe Elgerda Brahimi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi jem këtu. Shumë bukur që ju kam në studio sepse jeni edhe pas një ekspozite. Në fakt ajo në pjesën më të madhe të saj ka të shfaqur artin e Eduardit, po aty është edhe Elgerda. Ndjes. Diçka e bukur apo jo të keni një zë të përbashkët, të përforcuar dhe keni vu një titull Në kërkim të vetes. Po. Diçka mbreslënse. Të falenderoj për ftesën, është kënaqësi që jem këtu me ty. Po, ekspozita quhet Në kërkim të vetes, edhe është një ekspozitë personale e jemja, por sigurisht bashkë me bashkëshorten time, që është e filluar special dhe ka tjetë punime shumë bukura dhe të rëndësishme aty. Po, ku diskutoj që nuk do ta komplimentoni bashkëshorten tuaj, apo jo? Si erdhe Elgerda me punimet tuaja në ekspozitën e Eduardit? Atëherë, si fillim shumë faleminderit për ftesën. Ekspozita për mu. Ka qenë e gjitha e ideuar nga Eduardi. Fillove si një ide e vogël, filloi duke u rritur, edhe Eduardi më tha që Gerd du më realizuj një ekspozitë personale, mendoj që tash është momenti i duhur, edhe tha ti do t'jesh e ftuara jeme speciale. Sa gjë e bukur. Edhe do të paraqesh edhe të punimet e tuaja më të bukura, edhe që ke realizuar më mirë ndër vite. Edhe për mua normalisht ishte një kënaqësi, se të përsot mundimi dhe çdo gjë. Sa e bukur kjo ftesa, apo jo? Ndërkohë që ekspozita nuk është hapur në Shkodër, por në Tiranë. Keni guxuar, arti nuk ka kufi as Shkodër, as Tiranë, as Shqipëri, as një vend tjetër, por ai komunikon. Megjithatë, unë po e quaj guxim, sepse ju jeni të rinj, natyrisht fluturimin e nisni dal nga dal dhe kaptoni hapësira të mëdha, apo jo? Ju e keni realizuar ekspozitën, po? Po, tek Instituti i Regjistrimit Trashëgimisë Kulturore. Në Tiranë kemi një studio edhe është abo tek qendra Catalyst Story Institute. Domethënë unë tek Instituti Catalyst jam edhe si aktor, domethënë edhe mësoj aty, është një qendër shumë e mirë për pjesën e aktrimit, skenarit, filmave, domethënë producent, domethënë drejtori i Catalystit, Philip Gilpin, ka arë për Hollywoodit, është Amerikan, se bashku edhe me tjerë si bajnë kurset e skenaristit edhe kurset e tjera aty, kanë arë për Amerikë, ka marrë pjesën filmat Hollywoodit. Ne do të ndalemi këtu, sepse është një kapitull shumë interesant, do ta marrim më vonë në vëzhgimin tonë, në këtë mëngjes, por kjo që një piknisje, pra një kontakt, gjithmonë me botën e artit, por që hodhi një ftesë, një dorashk. Po hajde ti djalë që nke piktor dhe mund të zbukurosh këtë institut me punimet tuaja, apo jo? Po, domethënë mas kursit të aktrimit ne kena pas dalë bashkë me mikun tem tjetër Gjovalin Kole, që është domethënë te kursi i aktrimit të Instituti Catalyst, edhe të folë domethënë për punimet, i tregova që merrem edhe me pikturë, punimet grafike, tekstile, dhe i po të pëlqej shumë ato punimet, edhe ishte edhe i dëshirën ta bëjmë një ekspozitë, sepse vendi është shumë i mirë tek Instituti i Regjistrimit Trashëgimisë Kulturore, është shumë i madh, shumë i mrekullueshëm, edhe ka hapësirë bolla, dhe ishte një vend perfekt. Ata kanë bërë ekspozita artit edhe më përpara, nuk është se është ekspozita jam me. Ti the krejt modestisht merre me pikturë dhe nuk the tamam
tamam në fillim që unë jam diplomuar për pikturë. Po. Sigurisht. Ashtu. Absolutisht. Mi tregova punimit edhe I shpjegova se kam kryer edhe Universitetin e Arteve, ashtu edhe shkollën e mesme për nga koha për pikturë tekstil, kurse Universitetin e Arteve për pikturë grafik. Unë punoj edhe teknik transmetimi në televizion, edhe në grafik, edhe domethënë. Pra ke një hapësirë artistike të përditshme. Po. Ndërkohë që piktura është bashkëpunëtare me ju dhe nuk është larg mendsh që të mendosh se kur dy të rinj kanë një curi të përbashkët edhe mund të njihen dhe mund të jenë edhe shok jete. Është kështu apo jo? Ju ka lidhur edhe piktura. Apo jo Elgerta? E vërtet, me Eduardi jemi njohur në shkollë të mesme. Kemi filluar si shok klaset, ato ngacmimet. Dhe më pas u bët shok jete. E vërtet. Që kur e keni zbuluar veten ose dikush ju ka zbuluar se keni një dorë, një prirje për pikturën dhe më pas kjo ju ka ngacmuar atë dëshirën tuaj të madhe që ju të punoni me pikturën, të gjeni aty shprehjen tuaj të mendimit, të artit tuaj dhe hap pas hapi të ndërtoni një rrugtim artistik. Po, unë qish kur unë ka një vogël, domethënë sigurisht gjithmonë ose I lumtun ose I mërzitur, kisha qejf domethënë me vizatu, me pikturu, edhe tek dhoma jeme, e kam pas mu shtanë dhomën me vizatime të vogla, me piktura, gjithkon domethënë mesha ata filma vizitimor, edhe në fillim po ata nistu t'i rak për sipër, atë t'i bëllë vetë, edhe ishte, e kam pas mu shtanë dhomën me vizatime, edhe familjarët, printe mi e shikoshin se kisha dorë për atë punë edhe më thoshin domethënë ke për të bërë pikturë për me nis. Edhe ishte edhe shkaku si apo ta nis shkollën e mesme artistike sepse mbitet ora dhe e shikosha që pse jo, për këtë më vjen edhe këtë shkollë të nisi. Bukur fort. Ndërsa Elgerta edhe unë kur kam qenë e vogël, që nga mosha 5 deri në 6 vjeçe, fillosha bësha skica, dizenjo, sa po shikoja për shembull mamin duke bë me hangër, merrsha lapsin, I bësa skeqe të vogla ose babi të pa në televizor me telekomandë dorë, unë bëja direkt. I keni ruajtur ato skicat e para diku? Për fat keq, unë kam skica që nga mosha 12 vjeçe sipër, nuk kam ruajtur. Prap e vogël ke qenë në atë kohë. Dhe erdhi një moment që ju fituat konkursin për të qenë nxënës të shkollës artistike Prenjakova. Të dy në degën e pikturë grafik apo? Unë jam për pikturë, domethënë viti I parë e kena pas po tanë bosh sepse unë doshi me shiku kujt I vjen dora, më shumë për grafik, për tekstil, edhe unë po ta kalu te tekstili kurse Elgerta te grafika. Ndërsa mu më kalu te profesor te grafika, pasi pajten që aty kisha ma shumë dorë. Por në vit të parë ato na studionin. Shikonin prirjen e gjithë secilit, nëse I më të aftë në pikturë, në vizatim, në grafik, apo edhe në skulpturë. Kështu që ju nisët këtë rrugtim, keni pasur aktivitete të ndryshme, sepse në sallonet e kësaj shkolle, në korridore, kudo qoftë, hapen shpesh ekspozita me punime. Edhe punimet e para aty keni, apo jo? Po, kena ekspozite që janë bëte tek shkolla, dhe ekspozita që kanë studentore, ekspozita që kena marrë mas tani më shkollimit prap, ekspozita të ndryshme. Edhe punimet, po sigurisht kena nën punime edhe të shkolla. Keni në këtë ekspozit në kërkim të vetes, keni diçka nga ato mbresa ose ndonjë punim që jeni rikthyer pikrisht atyre imazheve të pikturës së atyre viteve? Po, sigurisht. Punimi I tekstilit sot ishte tek Catalyst Story Institute, domethënë ekspozita fillon me punimin e tekstilit që kam realizuar, është 2 metër me 2 metër, është marrë motivet prej motivet vjetra shqiptare dhe është e pikturuar më komplet në tele metër me 2 metër. Nga frymëzove Eduard? Domethënë ka pas kanë ishte domethënë kisha provu gjëra të ndryshme te pjesa e tekstilit, veshjet, çanave, edhe ishte koha e diplomës, edhe dosha me bëj diçka të bukur, diçka të madhe domethënë. Edhe kisha provu lënteshën gjëra të tjera, po ta gjet motive domethënë
të shiku për motivet shqiptare dhe më pat pëlqy shumë ajo dhe venosa me pikturu domethënë në telajo 2 metër me 2 metër. Kisha atë dëshirën edhe realizova dhe për profesoresh se tanë i pat pëlqy shumë. Profesoresha kush është? Ko përthën profesoresh Hilda dhe domethënë aja më pat suportu shumë dhe i pat pëlqy. Si u vlerësove? Domethënë vetë, notën maksimale. Ka një ndër punimet më të veçanta që është bërë në diplomën e shkollës Prankjakova, për mosa që ishin të mëdha 2 metër me 2 metër. Por mjeshtria, realizimi, detaje të jashtëzakonshme, ngjyra që janë të bukura që ndoshta prej aty ke marrë dëshirën që ti jesh një stilist dizajnit apo traktova atë për të eksploruar diku tjetër? Me të thënë drejtën më pat pëlqy, nuk asë nuk më pat pëlqy, por domethënë unë nisa për grafik sepse e shikova që kam marrë çfarë duhet e pjesa e tekstilit edhe dosha të mësosha edhe të pjesa e grafiket edhe në universitet. Domethënë në departamentin e arteve në Universitetin Luiq Gurakuqe. Po, edhe isha i kënaqur edhe më pat pëlqy pjesa e grafikës. Dosha me ditë dyja. Në fakt e din edhe Gerta, unë bosh edhe tekstil, po pjesë shumë madhe të kohës isha edhe tek pjesa e grafikës, bosh edhe grafik, bosh në këta. Te klasa june grafiks kohë. Që shkollë mesme. Kështu që pas ka pasur një tërheqje 2 fishe. Po, qysh atë kam kanë tekstil, po kam kanë edhe në grafik. Edhe në grafik. Diçka shumë e bukur. Diçka vërtet që e shumë fishon artistin, e bën më frymëzues, e bën më të pranishëm, e bën që të ketë një hapësirë ende më të madhe në këndvështrimin e tij artistik. Dhe ja vazhdoi dhe grafika të qëndroj aty dhe të zhvillohet me gjini të ndryshme të të pikturës. Absolutisht. Sigurisht se kur mëson si grafik, si në tekstil, piktur, nëse i provon, mundesh edhe me eksperimentu dhe me zgjedhë gjëra të reja. Domethënë sa më shumë të njohurit mësh, aq më mirë është, se mund t'i bashkosh bashkë edhe nxjerrësh forma të reja. Unë për shembull të universitetit të diploma kryesore, edhe unë kam pas përveç grafiks, kam bërë për grafik design, pjesa e teknologjisë, programet që janë Photoshopi, After Effects, Blender, domethënë dizajni 3-dimensional. Edhe domethënë i pata bashku tana bashk, edhe diploma quhet qyteti i shkatëruar mbas luftës. Ja të shohim. Ke realizuar diçka shumë interesante, diçka të bukur. Si erdhi kjo ide? Faleminderit. Domethënë në atë kohë pat kanë lufta e Ukrainës dhe siç e dim lufta është shumë e keqe edhe që është shkatrim. Sot për shembull për momentin është më 4 vite më parë. Më insekur sepse përveç luftës në Ukrainë kemi luftë lindjen e mesme, kemi luftë në shumë fronte që mund të nisin flitet. Një temë, po. Një temë domethënë e momentit edhe isha domethënë dosha projekte domethënë e pjesa e tema e asaj lufte edhe dosha me sjell një punim që të flas për atë. Por në fillim isha të menu si me e bo, edhe po s'kisha qef si ta bëj në telajë këtë radhë, dosha me sjell të shiku si një mënyrë të veçantë. Edhe tu e ditë sepse jam marrë edhe me grafik të pjesën e dizajnit 3-dimensional, Photoshopit, programet të ndryshme, pikturës, edhe menova, domethënë pse jo edhe me teknologjinë e fundit që headseti VR, domethënë e vun headsetin edhe futesh mrenda, edhe thash pse jam mos ta provoj. Pra një vështrim shumë dimensional i veprës. Po, isha të menu mos ta bëj thjesht një pikturë në telajë këtë radhë, por t'i fus njerëzit brenda pikturës, të futen brenda saj. Edhe të përdor Photoshopin, të përdor Blenderin, programet të ndryshme Unity për ta programuar të pjesa headsetit. Po. Edhe u desh shumë kohë dhe ishte eksperiment, si më thani, rrezikshëm, por doli me sukses. Edhe kam pas bërë me përsërish Nirvanën edhe domethënë e falenderoj shumë. E përshëndesim shumë. Edhe domethënë ja po të tregu si ide, përsërish Nirvana ka pas kanë shumë e mirë sepse shifte domethënë aftësitë e mia dhe ma pa dhënë atë besimin sepse në të thënë vërtetën ishte eksperiment. Se nuk asaj kisha bërë më përpara,
edhe Unë kot nuk thash që ju guxoni, jeni të guximshëm dhe për të ecë duhet guxim gjithmonë dhe kjo është një mesazh i kësaj dite, këtij mëngjesi që mund të arrokin shumë njerëz në guximin e tyre në fusha të ndryshme. Njeriu po nuk hodhi hapa, nuk arrin diku. Apo jo? Absolutisht. Domethënë kjo se don për me arrit gjëra të bukura që nuk i kanë bërë atje më përpara, duhet i fi rrezik. Se nëse është e lehtë. Po, unë besoj se ke rrezikuar pa u mbështetur në përgatitjen tënde, në ecurinë tënde të mëparshme, në të gjithë ecurinë që të ka shoqëruar si frymëzim i vazhdueshëm. Absolutisht, po tan puna ishte si më thënë pjesa e kohës, por shqyrë domethënë u realizu krejt mirë edhe e prezentova në fund atë përsërisha. Një prezentim shumë i bukur, ai është vërtet një mesazh se si mund të ndodhë në një qytet lufte, në me një ndjesi që të le, me një si u vlerësove me këtë, sepse me punimin e tekstil vërtet të dha frymëzim, po. Po, do të thënë u pëlqej shumë si profesorës Nirvan, si gjithë profesorëve, do të thënë futesh mran kur të kalosh aty mush me kap objekte, domethënë alle objektet janë vendos aty, janë vendos librat për pjesën e tretave të njerëzit, siç edhe tek muret janë pikturuar si ndalim luftet nukleare. Ajo që është më të mëshme është përdorimi i lëndëve nukleare, bombave bërthamore, sepse nëse përdoren ata është një shkatrim total. Artisti gjithmonë jep mesazhe të fuqishme. Ndërkohë, të gjitha këto i diskutoje me Elgertën shpesh herë. Si ishte kjo mbështetje? Atëherë, si që tha dhe Duarti, ishte edhe si punim eksperiment. Kishim edhe atë frikën, por njëkohësisht edhe guximin, ajo çka e dallon Eduardin prej tjerëve është guximi, kurajo edhe kreativiteti që ka, nuk i mungon kur, gjithmonë ka një ide kreative, ndryshe prej tjerëve, edhe unë mbështeta se e disha që Eduardi do ta realizonte diçka të tillë. Ndërkohë, patjetër që ti ke patur sfidat tuaja, Elgerta, sepse ke ecur me pikturën e Kavaletit? Po, unë kam ecur me pikturën e Kavaletit, kryesisht kam një stil realist edhe impresionist, post-impresionist. Këto janë stilet që më karakterizojnë mu. Punoj gjithashtu edhe me vizatimet e mia dallohen kryesisht për detajet, elementet që përzhalli. Kam studiu për shembull temën e mitologjisë, kërkoj edhe unë vetveten në punimet e mia. Du që të përballem me natyren ose të përcjelli mesazhe, edhe unë si Eduardi të përcjelli disa mesazhe që janë të forta për shoqërinë. Gjë shumë e bukur. Ju nuk keni rreshtur duke e zhvilluar veten, përveç se sferave të tjera të artit. Në sferën e artit pamor keni vizituar vende, ekspozita, autor, të cilët natyrisht jo vetëm që bëhen frymëzim, por bëhen edhe një mundësi për të studiuar artin e tyre. Absolutisht, domethënë kur kam bën këtë diplomen qyteti i shkatruar mbas luftet, Gerta ka posken Itali, ka posken domethënë scholarship tek Universiteti i Bolognas, edhe i merrshim të dy domethënë leksionet edhe mësimet i merrshëm aty pat nis domethënë ai frymëzimi i kësaj lloj diplome, të shiku artistat e tjerë, si pat bëm si ma janë në Itali, artistat e tjerë modern, si lidheshin punimet me teknologjinë. Edhe i pat me mësu domethënë prej herit, sepse të dy nëpërmjet teknologjisë na jepte mundësi mi marr kanë leksionet e gjonat. Edhe aty domethënë i pata marr idenë, edhe së bashku punoshim edhe pjesën e idenë, edhe i kena pas manovruar edhe një muaj një tjetrin për të dyja diplomat. Të ka thënë ndonjëherë Elgerta, mirë Eduard, shumë mirë i thë, po këtë ta kam sugjeruar unë, apo jo? Ne e sugjerojmë një tjetrin për shumë punime, prandaj është diçka normale. Unë mund ta sugjeroj Eduardin për diçka, Eduardi më sugjeron më për shumë punime të tjera, prandaj nuk e se e shohim këtë pjesë tek njëri
ngacmova. Absolutisht. Sepse kjo përbën një rrugtim mbështetës për njëri tjetrin. Absolutisht. Ekspozita kishte? Deshta, edhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Ne përveç Elgerës unë kam kanë shpesh tek në Itali, në Francë, në Paris, në Firenze, të qyteti Vinci, Leonardo da Vinci, edhe ban shumë mirë kur shkon edhe I viziton. Me thonë, më ka pas nimu shumë për me shiku punimet, pikturat, skulpturat, shpike të Leonardo da Vinci, kam pas kanë edhe shpia Leonardo da Vinci, edhe në Firenze, shiku Davidin e Michelangelos, me thonë, arkitekturën, punimet të Muzeu e Louvrit në Paris, është shumë rëndësishme kur lviz, kur mëson edhe... Një artist duhet të komunikoj, është e vërtet. Po, edhe I shikon punimet, edhe I lexon, edhe të shpjegohen atje, se ata dinë si me thonë ma mirë, e kupton komplet originalitetin, edhe gjanat, edhe kena mësu shumë si me thonë, nga kur lvizet, kur shek punimet, e artistëve më të mirë, më të preferum. Sa bukur. Mua dhe vërtet na pëlqen shumë me Oltu, shkojmë shpeshherë në Francë, sidomos në Paris, atje gjejmë. Ju jeni vizitor arti, vizitor turizmi kulturor, dhe këto janë ato investime që ju bëni për Po, sigurisht. Veten, për artin, ai kërkimi vetes, ashtu siç doni ju për ta gjetur atë apo jo? Absolutisht. Është edhe kënaqësi, domethënë se kena për kënaqësi ku shkojmë, me shiku ato qytete të bukura, me shiku ato punime të artistëve të mrekullueshëm, edhe përveç se mësojmë, edhe është edhe kënaqësi, unë na pëlqen me shku në Rom, në Firenze, në Paris, në New York, që vetenova, domethënë Lourdes e tjerë, Francë, domethënë I lviznim ose në Spanjë, Barcelonë, kena na marrim eksperjenca, domethënë. Ju udhëtarët kulturor, si kanë reflektuar pikrisht këto rrugtime të artit, me interes artin, në punimet tuaja në këtë ekspozit, në kërkim të vetes? Sa është shumë domethënës titulli që mbështetet pikrisht në jetën tuaj, por edhe në artin tuaj. Absolutisht. Shumë domethënë, një prej punimeve aty, Altar of the Fatherland, domethënë, është I vizatim që kam realizuar në Rom, kur kam qenë në Rom, është pallati I mbretit parë të Italisë, është një pallat I mrekullueshëm, edhe domethënë është figurativ, mund ta them, edhe vorri I ushtarit pa njohur. Po. Domethënë për gjithë, domethënë ai pallat është shumë I rëndësishëm për Italinë, sepse ka kanë mbretit parë të Italisë, edhe është ndërtuar për respektin e gjithë ushtarëve që kanë vdek për me bashku Italinë, në Italinë. Edhe më pat pëlqy shumë ai pallat, është një pallat I bardhë, I mrekullueshëm, e kanë bërë vizatim me shumë detaje, me atë stilin mrekullueshëm si kanë italianët në skulptura, edhe atë po ta bë foto atje në Itali, edhe venosa me bë vizatim, aty jam mundu me shiku se sa mund shkojnë detaje, domethënë, me shku në ekstremin tan, sa më shumë detaje mund të realizoj, ta bëj sa më reale. Në ekspozitën tuaj, besoj se vizitorët janë dalur në gjithmonë mendojmë një vizitor të interesuar për artin, një vizitor të kultivuar. Ku janë dalur më shumë? Tek pikturat, tek realizimet e tjera artistike, tek videoja, apo tek stili? Ndryshëm, domethënë, edhe tek stili ka pas pëlqy shumë. Janë edhe da veshja, edhe te grafikat janë të ndryshme, linogravur, edhe domethënë grafikat shumë bukura, versionet ndryshme, ke vizatimet, domethënë çështë hymje janë tekstili, fillojnë atë të pjesët e grafika, atë punites të shkallë të kati 2 është mush me vizatime, me seri vizatimesh, kurse të kati 2 është loma komplet e madhe, janë venosana pikturat e mia, pikturat e Elgerës, vizatimet e Elgerës, da vizatimet e mia, domethënë më pëlqyme nga ana e Elgerta ti përzgjodhe punimet më të mira, apo menduat së bashku me Eduardin?
i diskutuar me Eduardin disa nga më të mira që janë realizu ndër vite, edhe ishte e vështirë për me zgjallë 10, pasi kur je i ftuar special duhet më paraqit me një numër të caktuar punimesh, nuk mundesh me që punime sa të dush. Edhe Por sigurisht, gjithër më që shullë më shumë, po thjesht që asa. Ja, drejtori i përgjithshëm. Po, përgjithme edhe më të mirat, më të realizumet, ato që transmetojnë një mesazh, ato që janë më domethënëse. Çfarë do të veçosh në punimet tuaja? Ndër punimet e mia do të përgjelli është një triptik i realizuar me laps, titulluar Shtëza Valle. Këtu kam dashur të trajtoj temën e mitologjisë shqiptare, duke qenë se vendet tjera fshinje shpesh i huazojnë apo i marrin mitologjinë apo kulturën tonë dhe e huazojnë për vete. Në këto punime, Shtëzavallet janë krijesa shumë veçanta. Ato janë realizuar me laps, bie në sy sfondi, është shumë i qetë, jam munduar ta paraqes sa në mënyrë mistike, nga ana tjetër edhe poetike. Bisetojnë 3 figurat e zanave, ku secila zanë është një vizatim me vete, dallohen për veshjet e tyre karakteristike, ku jam munduar të vendosi elemente të kulturës shqiptare, si motive popullore, gjë që bie shumë në sy në veshjet e tyre. Gjithashtu ato dallohen edhe për natyrën e tyre, lozënjare, krehin flokët, i bjen veglave muzikore, sodisin natyren. Pra, kjo është ajo që kam dashur që të transmetoj, të ruhet tradita, historia dhe kultura jonë. Bravo. Faleminderit. Sa bukur. Shumë faleminderit. Janë diçka që ju keni punuar me shpirt, me zemër, dhe asnjëherë nuk mund të anashkaloni ato elemente karakteristik të cilët ju keni vendosur me shumë mendim, me shumë do thosha me studimin e gjithë figurës, gjë që ju bën artist të mirëmendum në veprat që ju realizoni dhe as pak kalimtar. Ashtu si mosha juaj e re që është frymëzuese dhe punimet tuaja janë frymëzues, gjë që ju bën që të keni entuziazëm në ecurinë tuaj. Përndryshe nuk do ta mbështesni të kështu njëri tjetrin. Elgerda është edhe mësuese. Po, e vërtet, unë jam mësuese në disa shkolla në qytetin e Shkodrës. Jam mësuese e re, këto kohë kam filluar, por besoj që një rrugtim i gjatë do të më presi përpara. Është një ndjenjë shumë e veçantë, gjithmonë kam pas shef me mësu fëmijët e vegjël, me i mësu si të punojnë, si të realizojnë idetë e tyre, si të transmetojnë ato. Gjithashtu më pëlqen të studioj mënyrën se si ato i realizojnë punimet, du me hinë bot kuptimin e tyre, mi pa se që janë të aftë të shprejhin. Për shembull, nga njëherë kuptoj edhe problematikat e tyre familjare, nëpërmjet vizatimeve vërej elemente të cilat një fëmijë ndoshta nuk i shpreh, por nëpërmjet punimeve i transmeton. Edhe une, si artiste, i kuptoj. Ka njëherë mundohem e marr fëmin në vedi, mundohem të flas me te, edhe pastaj që ta transmetoj problemin dikujt tjetër, pasi është diçka që vetëm ne artistat e kuptojmë. Sa bukur. Ti vërtet je një artiste e re, një vajzë e re, një mësuese e re, por që ke një thellim pikërisht në atë detyrë që ti po realizon artisten dhe mësuesen. Mbreslanca, ndërkohë që Eduardi ka ende hapësira të tjera artistike, pak më parë më tha që po zhvillon në një akademi prirje të aktrimit dhe të regjisurës. Po, do të thënë kam marrë pjesë në disa projekte përveç filmit edhe pjesë reklamave, do të thënë të ndryshme, Digital Bill, Love Island Albania, do të thënë si model, sepse më pëlqen edhe pjesa e skenës edhe me dal. Do të thënë artistët e mi të preferuar
janë shumë të preferuar, po mund t'i veçoj për pjesën e kohës moderne, Salvador Dali edhe Andy Warhol. Edhe domethënë ata përveç pikturave të bukura që kanë realizuar, kanë pas edhe një lloj prezencën në skenë, në filma, në reklama, domethënë kanë showman. Si kanë dalë edhe ashtu më pëlqen edhe mua domethënë mjeku atë rrugët tine sepse ndjem mirë dhe ndjem që mund ta bëj, mund ta realizoj mirë. Edhe kam marrë pjesë në reklama, në filma, para dakosh ka dalë edhe film Njerëz të Fatit 2 që kam kanë pjesë, domethënë anda filma të tjerë. Jam fillimet e mia, por do të vazhdoj sa më shumë, edhe më pëlqen t'i bashkoj bashkë, domethënë. Dhe ai titull për momentin ju shkon shumë në kërkim të vetvetes. U menduat shumë gjatë për këtë titull apo po, me të thënë drejtën, edhe sepse në kërkim të vetvetes më thënë kërkimin e vetes artistike, po edhe gjëra që na rrethojnë, ndjenjat që kena me ngjarjet, për shembull, aty përveç punimeve që përmena, është edhe mes mishit dhe kudimit. Është një punim, është 2 metër me 2 metër, edhe flet edhe për domethënë fokusi është tek teknologjia. ChatGPT-ja, domethënë si nxënësit janë të përdor në shkollë ose për pjesën e punës, për pjesën e luftës, domethënë si teknologjia të përdor në çdo gjë, domethënë edhe rrjetet sociale, i tash për momentin ajo është domethënë është e momentit. Është një fokus shumë i madh i shumanshëm. Po i inteligjencë artificiale edhe teknologjisë, sepse ka mbrit një nivel që domethënë ja të bë bashkë me teknologjinë. Ky është fokusi atij punimit. Edhe domethënë për gjonat në kërkim të vetes edhe me shpreh gjonat që na rrethojnë, domethënë ngjarjet, teknologjia, inteligjencia artificiale, lufta, epokra, ndjenjat që kena, domethënë në kërkim të vetvetes edhe të shprehim ata që jena, ata që na rrethojnë, çdo gjë që atë ndodh. Është shumë bukur. Ndërkohë që unë shoh një emër Edoardo Berozeti. Ti je? Po. Po ç'është ky emër? Domethënë emër arti. Po, domethënë ky ka pas nisi, si më thënë, si tip shakajet me kerë, me shoqërinë time. Domethënë më shumë më pat si ide patar se si tash unë kam udhëtu shpesh në Itali edhe më thënë i fiksum nga pjesa e artit e Leonardos e Michelangelos, Caravaggio e tjerë dhe aty si ide edhe domethënë edhe Gerta si më thotë sikosh as shpesh edhe dashurinë për pjesën e artistave të moj italian të Firences edhe më thënë është thjesht Eduard Beroshi, po e kthy me si më thënë si një pseudonim artistik lidhe me Mirë, kjo është një ekspozitë që Eduardin e plotson si ekspozita e parë personale, po atu është edhe Gerta, shumë afër në një dialog të bukur artistik. Ndërkohë që keni marrë pjesë edhe në ekspozita të tjera përveç kohës së shkollës, aty korridoreve, në punimet e klasës, në punimet e mbarimit të një viti shkollor ose të një semestri, po në ekspozitat më të mëdha, në ekspozita në Shkodrën tonë, besoj se keni qenë, apo jo? Sigurisht. Keni pasur një rrugtim europian e tjerë, por po sigurisht. Qyteti jon. Edhe qyteti i artit edhe kulturës sigurisht. Sigurisht kena marrë pjesë në ekspozita studentore që ishtë studenta, te Salloni i Vjesht, këtë radhë për shembull si apo Salloni i Vjesht, unë kam prezantuar punimin, domethënë Altar of the Fatherland, atë punimin e Romës, si e shpjegova më përpara, edhe Gerta ka pas punime aty. Sigurisht. Po Gerta. Po, edhe Duarte këtë vetë morën pjesë në Sallonin e Vjeshtës. Unë kisha një punim cilin eksploroja qytetin e Shkodrës, ishte një ndërtesë e vjetër qytetit të Shkodrës, edhe sërish ky punim kishte të bënte me ruajtjen e identitetit dhe kulturës së qytetit tonë. Pra dallohet për ngjyrat e ngrohta, më shumti, është një punim që u vlerësu nga shikuesit dhe ardashësit. Dhe kështu përkrah njëri tjetrit me frymëzime të bukura, me realizime gjithashtu. Ndërkohë në studion tuaj, ndoshta në shtëpi,
ka raste që secili ka qasjen e vet artistike dhe her pas here shikoni realizimet se si ecin apo jo. Si është ky moment frymëzimi dhe puna? Po, sigurisht, domethënë ne si stile jena ndryshëm, por kjo nuk është për më na ndodh, kjo është arritje domethënë e jona, sepse një artist arritja më e madhe që mund të bëjnë është të jetë unik edhe të shprehin vetveten. Edhe nëse do kishim njësoj do të kishim kopju, nuk do ishim artista si më thonë vërtet. Edhe domethënë nuk ka se na ndon kjo gjë, por na afron edhe na forcon më shumë, sepse e dim se kena arrit një pikë ku mund të shprehim më shumë kritika të mira për shokun. Të dy flasim, domethënë lidhur me punimet, nuk ka se çdo gjë si bëjmë flasim me një tjetrin, komunikojmë me një tjetrin. Po, e vërtet, sa kritika, kryesisht janë kritika të mira, këshilla, mendime se si mund ta përmirësojmë punimin, gjithmonë marrim mendimin e njëri tjetrit, gjithmonë, telefonimet. Kështu që gjithmonë në firmën e njërit është edhe ideja, syri i tjetrit, apo jo, edhe zemra aty. Gjë shumë e bukur. Mirë, kjo ekspozitë në kërkim të vetes shfaqur në Institutin e Trashëgiminisë Kulturore, Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore. Një mundësi, aty tek Kinostudio. Po, tek Kinostudio. Një mundësi që ju është dhënë, ju e keni shfrytzuar, një ftesë që është bërë miqësisht, ju e keni shfrytzuar dhe kjo është një gjë shumë e bukur të komunikoni. Besoj se jeni ndjer mirë atje, keni marrë shumë komunikime me ardashtit. Por pasaj keni thënë, kjo qenë ka diçka e mrekullueshme, ne përsëri, Po, absolutisht. Do të thonë tek Katalisti janë gjithë shumë të mirë, përveç do të thonë ekspozitës tonë se janë të mirë edhe këto të Shkodrës. Po, absolutisht. Sigurisht. Edhe të tjerë, Edhe përveç ekspozitës, do të thonë po të më venos në ditë si ta bëjmë sa më interesante edhe sa më të bukur. Apo shop edhe agjencia por Hollywoodit për pjesën e aktrimit, do të thonë, kanë ardhur domethënë ky sepse ky është amerikan ka marrë pjesë në HBO të një shans që ju keni shfrytzuar për të komunikuar artistikisht. Po, ne mund ta kishim domethënë ndo tjetër, po e bukur ishte të kishim bërë bosh sepse tan ata aktorët edhe të regjistët të tjerë, domethënë erdhën e vizituan. Po, ka kanë një vizitë e bukur, përveç domethënë kësaj, kena pas prullë edhe studentë të tjerë domethënë në ndjeqare së bashku me Rozin edhe drejtoreshën. Rozina Sterka e aty përshëndes. Një grua e jashtëzakonshme përveç se drejtuese shkolle dhe artiste e fjalës dhe edhe penelit madje. Po, edhe punote shumë mirë, edhe domethënë bosh me atë pikturat e fëmijëve u pa të bëj një event shumë i bukur, shumë i madh, shumë i lezetshëm, domethënë u pa të bëj një ekspozitë shumë e mirë për mua dhe shumë njerëz ndryshëm, pjesës së aktrimit, filmit, edhe pa të pëlqyer shumë, diçka shumë e bukur. Pra kishte artistë të zhanreve të ndryshëm. Dhe kjo patjetër që në vetveten e gjithë secilit dha një premtim vazhdimsi në kërkime konkrete të çdo gjëje interesante, artistike që ju e sjellni publikut. Mendoni për realizime të afërta, keni një pjesëmarrje, keni një projekt të afërt? Po, sigurisht, domethënë ne koma jena 3 dhe kjo është veç fillimi, domethënë, edhe përveç edhe për ekspozita më vonë pse jo, por përveç ekspozitave mund si thashë më përpara, përveç aktrimit, pëlqen edhe regjia dhe përveç pikturave, ekspozitave shumë shpejt do me realizu edhe filmin, domethënë, filmin tempor edhe do të marr pjesë edhe si aktor, domethënë, shumë gjëra të reja, shumë gjëra të mira. Kapitull të shumtë në kërkim të vetes. Ju falenderoj shumë për frymëzimet, për guximin tuaj, për realizimet të bukura, për atë që ju e mbështesni në rrugën tuaj, që hap pas hapi rritet, bëhet ende më e lartësuar, edhe të keni një art që komunikon bukur me njerëzit, që i frymëzon ata, që lidhet me
tema të ndryshme të jetës. Për ndryshe, nuk do të kishte pasur një ecuri të bukur dhe frymëzuese, e cila ju shtyn në rrugtime të reja, në kërkime të reja të vetvetes edhe të artit tuaj. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi nga ana jote me pjesë të emisionit tuaj të mëngjesit. Edhe për mua. Një kënaqësi kur unë nuk pata një, po dy artistë të cilët mbështesin njëri tjetrin dhe ka një rrugtim të bukur. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithmonë suksese. Faleminderit, gjithë të mirat edhe Ishte kënaqësi, gjithë të mirat edhe juve. Faleminderit. Mirëmëngjes Shkodër. Emision informativ